Përshëndetje të nderuar miq, historia për ditën e sotme është një dhimbje e madhe. Është pak e gjatë, po besoj që do të keni durimin ta ndëgjoni deri në fund. Si çdo vajzë shqiptare e cila martohet në moshën 22 vjeç, në një familje të varfër e të madhe, si sot më kujtohet nëna kur më thoshte, me 2 ves duhet ta ktheja bukën për të ngrënë e gjithë familja, gjyshi sëmur, gjyshja sëmur, do me thënë që në fillim të martesës, vetëm vuajtje. Një vit më vonë lindi vajza e parë në vitin 1987. Të themi se u gëzuan familja, s'mund të themi sepse mentaliteti i asaj kohe, vajzat nuk i dëshironin shumë. Në vitin 1988, lindi vajza e dytë, prap gëzimi zbeht. Çfarë mentaliteti poshtër? Kur vajza e madhe filloi që të ecë, të fol, asaj u dobësua ecja. Të folurit, do me thënë mbeti e paralizuar që nga fëmijëria. Lindi vajza e tretë në vitin 1989 dhe prap gëzimi zbeht në familje. Ne si fe dëgjonin fjalë nga njerëzit duke i thënë babait. Pse nuk po e lëshon këtë grua? Do me thënë, ne si fëmijë thot. Merr një tjetër, vetëm qika po të bën, vetëm vajza po të bën. Dhimbja, e loti, e skamja ishin gjithmonë të pranishme në familjen tonë. Me fustanet e veta nëna na bënte pantallona, bluza e gjithçka që ne na duhej. Sikur të ishte vetëm skamja e varfëria, por më shumë dhimbja rritej kur shikonte vajzën e madhe që nuk po ecte, nuk fliste, sikur moshatarët apo moshataret e saj të tjerët shkonin në shkollë, ndërsa kjo derdhte në karike me 2 rrota. Në vitin 1991 lindi fëmia i 4, kësaj here djalë. U gëzuan pa mas e gjithë familja. U rit pak filloi të ecë, të flas. Pas një kohe, edhe djalit ju dobësua ecja dhe do me thënë edhe ky mbeti i paralizuar. Dhimbje që të mbysin për së gjalli, e si të duronte nëna e shkret 2 fëmijë në karrocë. Pa kushte, të varfër e me mysafir çdo ditë, e punë plot, lop, dele, pula si çdo familje. Të gjitha priteshin nga duart e nënës. Babai në përpunët e fushave, do me thënë nëna gjithmonë e vetme. Në vitin 1993, lindi djali i dytë, fëmia i 5, i shëndosh e i bukur. Çdo herë në kushte të mjerueshme, gjysma e fëmijëve kanë lindur në shtëpi, e gjysma nëpër spitale. Vajza e dytë, e tretë dhe djali i dytë ishin të shëndosh, ecnin e flisnin normal. Në vitin 1995, vajza e madhe lodhet shumë dhe ndron jetë në moshën 9 vjeçare. Dhimbje lot sa nuk përshkruhet me fjalë për një nën ta përcjell fëmijën e saj në lule të rinisë. Në vitin 1998, na e fal Zoti djalin e tretë, do me thënë familja u bë 6 antarësh, 6 fëmijë. Dhe ky i bukur, e i shëndosh. Ndodhi lufta dhe familja jon qëndroi në shtëpi, sepse nuk kishin mundësi për me ikur askund. Pleqt e sëmur, një fëmijë paralizuar, një foshnjë, ne 2 vajzat bashkë me vëllain tjetër 6 vjeç, shkuam vetëm në bjeshkët tona,
le të ndodhte çka të ndodhte në Kosovë. Pas 2 muajve u kthyem në shtëpi. Ajo ishte bërë shkru me hi nga lufta, do me thënë prap me kushte edhe më të vështira. Vëlla i vogël filloi të ecë, të flas pas moshës 3 vjeçare, dhe ati filloi t'i dobësohej ecja edhe të folurit. Merrte këpucët, i mbante në duar dhe ecte këmbë duar bashkë me to. Për ne sikur të binte bomba mbi familjen tonë, kur e shikuam se as vëlla i vogël s'do të rritej normal si fëmijët e tjerë. Nëna qante, ishte lodhur e ishte tërmëtuar. Dhimbja e tepër s'po mundte më. Vrapuam në për mjek, askund nuk i gjetën dot ilazh. I thanë s'ka ilazh kjo sëmundje, sepse kanë lindur ashtu. Në vitin 2005, vdes vëllau i madh, në moshën 14 vjeçare. Dhimbje, lot, sa nuk përshkruhet me fjalë për një nën, por prap duhej të vazhdonte e të jetonte, të punonte për pjesën tjetër të familjes. Filluan pak kushte të rregulloheshin, babai i gjeti një punë më të mirë sa për të jetuar. U ritëm edhe ne pak, filluam të ndihmonim nënën në të gjitha punët. Mbaruam shkollën fillore, ne 2 motrat në një klasë dhe vllau i dytë ishte në shkollë të 3, ishin nxënës të mrekullueshëm, të shkëlqyeshëm. Edhe pse me kushte jo aq të mira për në shkollë. Filluam edhe shkollën e mesme, ne 2 motrat pak si më vështirësi, sepse akoma mentaliteti ishte i rënd, ishte tepër i rënd në familjen tonë. Në vitin 2017, na vdes edhe vëllau i vogël në moshën 19 vjeçare. Do me thënë gjithë këto vite, ka vuajtur nëna jone shkret dhe asnjëherë nuk kemi arritur ta shohim nënën e mërzitur apo të mlefosur. Tek çdo njeri përcillte pozitivitet, dashuri e buzëqeshje, respekt, sepse ajo ishte mbështetur tek i madhi Zot. Vetëm zemra e saj e di çfarë ka pasur brenda. Ne 2 vajzat u martuam, krijuam familje, unë e madhja kisha 2 djem, kurse motra e dytë kishte 2 vajza, një djalë të shëndosh si drita e diellit. Faleminderit o Zot. Filluam ta shëtisnim nënën nga pak, filloi që t'i çelte pak syt, të shihte botën, çfarë jete bëjnë të tjerët, sepse gjithë ato vite ishte mbyllur me fëmijën e smur e punë të shtëpisë pa ndalë. Vllau i dytë e kreu shkollën e mesme dhe shkoi në fakultet për mjeksi dhe zemra e nënës u bë mal. Ta shikonte djalin e vetëm me mantil të bardhë. Thoshte nëna, doktori Nans, ma i miri. Vëllai gjithmonë thoshte të bëhe mjek, të shëroj njerëzit, sepse motrën e vëllezërit e mi s'munda t'i shëroj e të bëj asgjë. Në vitin 2019, unë shikoj nënën që ka humbur shumë peshë. Shkonte tek mjeku familjar, ata japi një injeksion. Shko në shtëpi se të kalon. Unë i thash, ti nuk je mirë, je shumë e lodhur. Ajo mua më tha, nuk ma do trupi bukën, nuk ma do shpirti bukën, nuk dua kur gjo. Shtator të vitit 2019 bëra termin te gastrologu. E kontrolloi ai, i mori material për analizë në Lukth. Vllau ishte në Prishtinë, në fakultet, ja dërgova raportin, foto, doktori më tha. Dërgohen në Prishtinë tek doktor Filani. Kur e pa vllau raportin, tha pse te ky? Unë i thash nuk e di pse, vëllai tha ky është për sëmundje të kancerit. O bobo, çfarë ndodhi? Edhe kjo na duhej, sikur më ra qielli mbi kokë. Ne aq të ri të përballonim, s'ishte as pak e lehtë. E dërguam nënën në Prishtinë,
Unë qëndrova bashkë me vllaun edhe me të. Hyri në operacion dhe mjekët dolën në përfundim se nuk mund të bënin asnjë gjë, sepse sëmundja e poshtër kishte kapluar të gjithë trupin. Ne 3 fëmijët vdiqëm brënda po atë ditë kur doli nëna nga salla operimit. Asnjëherë nuk i haroj sytë e saj të përlotur duke na shikuar neve. E ne s'mund t'i thonim se nuk pate sukses në operim. Baba ishte në shtëpi duke pritur lajm nga ne. I vjen vëllait një telefonat nga babai dhe i thot: "Apo e sheh çka i bat nanës të juaj?" Ne si fëmijë të ri kërkuam ilaç, ndërsa na fajsuan pse e shtim në sallë të operacionit. Na u përmbys bota, na u shuan ëndrat, 3 muaj resht në për spitale, ditë e natë me vaj në bus. Unë vajza e madhe isha 7 zën dhe nëna ishte e smur, u gëzua shumë për mua dhe më tha: "Inshallah Zoti të gëzon me një vajzë." Në dhjetor të 2019-s, nënës i dobësohet shëndeti shumë, dhe më 18 dhjetor të 2019-s, nëna na la për gjithmonë për të mos u kthyer më kurrë. Me dhimbje, lot, mall që nuk do të shuhet kurrë, na mori jeta në kohën më të mirë që na duhej në moshën 55 vjeçare. Sa filloi t'i hapën pak sytë, të gëzohej ta jetoj jetën ajo iku i mbylli sytë për gjithmonë. Unë nga kureshtja pyeta mjekun: "A mundesh me ditë kur ka filluar smundja?" Dhe ai mu përgjigj: "Së paku që 2 vite. Ne themi nënat janë të forta, por nga brënda të vdesin kur kanë aq vuajtje të mëdha." Dhe pas 6 muaj, pikërisht më 18 qershor të 2020-s, më bekoi Zoti me një vajzë. Më mori personin më të shtrenjtë dhe më dha dhuratën më të bukur të jetës. Pas një vit martohet dhe vllai. Aq gëzim, aq dhimbje, sepse vendin e nënës nuk e zëvendëson askush. Po na mungon në çdo fest, në çdo gëzim, në çdo aspekt të jetës, bashkë kur patëm nevojë për të. Zoti vendosi ta merr e ta bashkoj me 3 ëngjujt e saj. Dhe ne të 3 mbetëm si zogjë krahthyer e të pikëlluar për gjithmonë. Unë uroj që Zoti ta kesh përblyer nënën tuaj me xhenet dhe ju të ndjeni krenar për sakrificën e saj dhe ta kujtoni gjithmonë me dashuri. Këto janë nënat shqiptare që unë kam thënë gjithmonë, flojnë veten e tyre për fëmijët.